Atëherë, edhe sot pra ishte vazhdimi i radhës së seancës konstituive, cila fatkeqësisht përsëri pra nuk prodhoi rezultat si pasojë e bllokadës që po vazhdojnë pra ta bëjnë partitë opozitare. Ne, si subjekt fitues, jemi munduar që prej seancës parë që të ofrojmë alternativa, mundësi, zgjidhje kreative, pra qoftë përmes obligimit, fillimisht duke përmbushur obligimin kushtetues që të propozojmë kandidatën për kryetare, pra si fitues të zgjedhjeve, që na takon e drejtë me kushtetut, kur e kemi pa që ka probleme dhe ka mungesë të konsenzusit nga partitë tjera, kemi ofruar mundësi që të diskutojmë edhe nën kryetarët në pako, pra diskutimi të bëhet, që të ketë një dakordim për gjithë, në mënyrë që të ecet tutje me zhbllokim të situatës dhe konstituimit të kuvendit. Nuk kanë pranuar, kanë refuzuar, kanë thënë që e drejta e tyre për të nominu kandidatët për nënkryetar është e pakontestueshme dhe ata nuk e pyesin askënd se kë e caktojnë nënkryetar, ndërkaq të njëjtën të drejtë pra mundohen që t'ia mohojnë fituesit në këtë rast, duke insistuar që të ndryshohet kandidati. Kemi ofruar edhe mundësinë e zgjidhjes së situatës pra përmes votimit të fshehtë. E pat dje pra në Bundestagun Gjerman, kancelari i ri Friedrich Merz ishte u zgjodh pra përmes votimit të fshehtë. Kemi situatën kur edhe në Kosovë pra opozita e presidentit zgjedhet me votim të fshehtë, kemi rastin në asamblet komunale kur kryesuesi i asamblesë komunale zgjedhet me votim të fshehtë, pra nuk është temë tabu votimi i fshehtë, e për më tepër edhe është e lejuar dhe parashihet me kushtetut dhe me rregulloren e punës së kuvendit, siç është cekur edhe në paragrafin 128 të interpretimit të gjykatës kushtetuese, pra të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku thuhet që konstituimi i kuvendit është detyrë e të gjithë deputetëve të kuvendit Kosovës dhe ata duhet të votojnë për, kundër ose abstenojnë në mënyrë të hapur apo në mënyrë të fshehtë. Pra ky është citati që e ka thënë vetë gjykata kushtetuese. Pra, po pajtohemi që nuk është rregulli që të votohet në mënyrë të fshehtë çdo herë për kryesinë e kuvendit, por po besoj pajtoheni që është edhe situatë përjashtuese, pra nuk është e rregullt që të mbahen 12 seanca dhe të mos ketë apo 12 vazhdime të seancave dhe të mos ketë vendimarrje për këtë çështje. Prandaj jemi detyruar dhe kemi ardhur me një propozim të tillë me idenë që të ofrojmë zgjidhje. Në kuadër të ofrimit të zgjidhjeve kemi pasur edhe ftesa të ndryshme për subjektet politike, qoftë për dakordim pra për koalicionin konstituiv të kuvendit, ashtu siç e kërkon kushtetuta, pra ku 3 partitë më të mëdha që kanë dalur nga zgjedhjet duhet të dakordohen për kryesinë e kuvendit, pra për kryetarin dhe 3 nënkretarët, e kjo do të siguronte më shumë se 61 vota për gjitha këto pozita, pra sepse asnjëra parti veç nuk i ka 61 vota për konstituim të kuvendit, kemi pa që kanë refuzuar. Pra refuzojnë ftesat, refuzojnë bashkëpunimin, refuzojnë zgjidhjet me votim të fshehtë dhe në anën tjetër dalin e akuzojnë partinë fituese që po bllokon konstituimin e kuvendit. Kjo pra nuk mund quhet asgjë tjetër pas hipokrizi, besoj që qytetarët të gjithë po e shohin se kjo bllokadë që po bëhet ka adresë të caktuar dhe po bëhet pikërisht nga partitë opozitare. Shfrytëzoj rastin që edhe një herë t'i ftoj pra që të reflektojnë dhe së paku të jipet mundësia votimit të fshehtë, sepse kemi pa që votimi fshehtë është edhe mënyrë demokratike për të shprehur vullnetin e vetë deputetëve në mënyrë të lirë, pra pa pasur presion nga partitë e tyre, dhe në anën tjetër do të mund të jepte një zgjidhje. Pra, deri më tani e kemi pa që as nuk është vënë në testim votimi fshehtë. Do të thonë tash ku ka mbetë situata, se po është shpeshherë që po referohet që dështoj edhe kësaj radhe votimi i kryetares. Fakt është e pasakt, sepse për 4 herë të fundit kemi dështimin e kuorumit për të votuar komisionin zgjedhur